Këngëtarja Paulina Rubio rikthehet përpara admiruesve të saj në mbrëmjen e çmimeve të MTV-s për latinoamerikanët. Ndërkaq 22 vjeçaria britanike Joss Stone shumë shpejt hedh në treg albumin e saj të ri, i cili vjen pas një betejë të ashpër ligjore me kompaninë e regjistrimeve EMI. Më tej informacione sjell kolegja Mirela Milori. Paulina Rubio i rikthehet sërish skenës, e cilësuar si një prej zërave më të spikatur të muzikës latine. Paulina Rubio është një prej artisteve më të kërkuara të kësaj muzike në treg. Ndërkohë 22 vjeçaria britanike Joss Stone ka vendosur që të rebelohet duke kundërshtuar zgjedhjen e kompanisë EMI për këngët që ajo duhet të këndojë. Nuk jam këngëtare muzikës pop dhe nuk dua të jem një vegël muzikore për kompozitorët apo producentët e mi, ka thënë ajo, duke regjistruar një album me këngë të përzgjedhura nga ajo vetë. Paulina Rubio, i quajtur Golden Girl apo mbretëresha e popit latin, ka zhvilluar një duet me grupin amerikan Cobra Starship në çmimet Los Premios të MTV-s. Gjatë një pushimi në interpretimin e saj në Los Angeles, Rubio shfaq së bashku me qenin e saj Miranda. Rubio dhe Cobra Starship kënduan Girls Gone Bad e më pas interpretuan këngën him të Paulina Rubios me titull El Último Adiós. Nuk dua të jem osmirnjose, dua të jem e lirë. Këngëtarja 22 vjeçare britanike Joss Stone ka vendosur të ashpërsojë betejën e saj ligjore me kompaninë e regjistrimeve EMI, pasi ajo nuk e sheh veten si këngëtare popi. Më parë, Stone pati nënshkruar një kontratë me këtë kompani. When I was signed, I was 14 and they thought, okay, so this is a girl that we can mold. Puna është se kur nënshkrova kontratën me ta isha 14 vjeçare dhe ndoshta ata kanë menduar se unë isha vajza që ata mund të përpunonin sipas modelit të projektuar prej tyre. Por mendoj se kanë gabuar, thot Stone. Mbas albumit të saj të fundit, i cili nuk u prit mirë nga kritika sepse mungonin hitet, Stone shtoi disa interpretime të tjera për të nxjerrë një këngë të saktë. Rebelimi erdhi në prag të albumit të saj të katërt. Ajo regjistroi albumin Color Me Free në Denver, por kompania EMI, ku e paraqiti atë, nuk mendoi se ai duhej të hidhej në treg. Stone thot se ky album nuk është indikuar nga muzika që preferon tregu, por përmban këngë të përzgjedhura nga ajo vetë. Për 22 vjeçaren ka qenë e vështirë që t'i qëndroj presionit për të kënduar muzikë pop. Por ajo thot se ndjen që nuk duhet heq dorë nga muzika e saj, e cila deri tani ka dhuruar çmimin Grammy në Britani. Albumi Color Me Free hidhet në treg në datën 20 tetor.